Ky diel ka sjell fluks të shtuar në hyrje dhe në dalje të pikës kufitare të Muriçanit. Rrallu krijuan më së shumti në dalje të kufirit dhe autoritetet thonë se fluksi është rritur, pasi shqiptarët preferojnë këtë fundjavë malin e zi. Fundjava ka sjell fluks të lartë lëvizjesh në pikën e kalimit kufitar të Muriçanit. Sipas autoriteteve doganore, ditën e sotme fluksi më i lartë është në dalje të pikës së kalimit kufitar Muriçan. Më së shumti janë shtetas kosovar, të cilët po shkojnë drejt të malit të zi për të kaluar fundjavën. Burime zyrtare nga kjo pikë kalimi bëjnë të ditur se në 24 orët e fundit kanë kaluar gjithsej 7.638 shtetas, nga këto 3.971 në hyrje të Shqipërisë dhe 3.667 në dalje, si dhe 2.655 automjete, 1.424 në hyrje dhe 1.231 në dalje. Fluksi i shtuar lidhet kryesisht me fundjavën dhe motin e mirë që kanë nxitur lëvizjet për qëllime turistike dhe familjare. Aktualisht kalimi kryhet pa vonesa të konsiderueshme, por autoritetet këshillojnë udhëtarët të planifikojnë udhëtimin duke marrë parasysh rritjen e fluksit.